Ky është Xhapanua, Pano Pavlli nga Vlora, i cili sapo ka mbushur 100 vjeç. Mosha nuk ka ndryshuar asgjë në ritmin e ditës. Zgjohet në orën 6 dhe punët e para janë pazar. Vurmë dhe di buka ashtu nga të gjatat. Jo më që pre. I shërbeni çdo ditë xhaxhit? Patjetër, është i përtitshëm, është i rregull dhe është shumë i mirë sepse është me mendje me gjithë. Po e dini që është 100 vjeç? 100 vjeç? Edhe 100 të tjera. Përse u mundove, më thuaj? Na jep një portolambë. Po. Gjallëria e kurajoja me të cilën Xhapanua jeton përcjell energji pozitive tek njerëzit përreth. Edhe pse blerja e një produkti zgjat fare pak, për tregtarët është e nevojshme kjo dozë optimizmi. Një person është i rregullt, i qetë, i komunikueshëm, një klient i përpikt në dyqanin tim. Dhe i përhershëm. Është njëri, domethënë, më i mirë tër plejt që ekzistojnë domethënë në lagjen e Partizani ose 5-5 atje ku panon ai. Kthimi në shtëpi nuk ka asgjë të ngjashme me një 100 vjeçar të zakonshëm. Këtu e presin punë të tjera. Ky llogaritar prej vitesh u shërben me shumë dashuri perimeve, luleve dhe pemëve që mbushin oborrin e shtëpisë së tij. Madje ai sfidon çdo moshë dhe është i vetmi nga familja Pavlli që ngjitet në degët delikate të limonit. E kam shumë me çrregulldi çështjen e djelës të limonit. Edhe të fikut, por sidomos të limonit më shumë. I djel pa nga pak, çdo ditë nga pak. Me kujdes shumë të madh. Sekreti i jetëgjatësisë së Xhapanës është i thjeshtë. Kurajo është e madhe, jam tepër i lëvizshëm. Nuk e pi as pijet alkolike dhe as duanin. Xhapanua, siç e thërrasi në Vlorë, ka 3 fëmijë dhe 15 nipër e mbesa, të shpërndarë nëpër Shqipëri, Itali, Francë dhe ai është i bindur. Së paku edhe 20 vjet të tjera do gëzohet atyre.